Këtu ndërpritet rrugëtimi i Edit në shtëpinë e Big Brother Kosova. Një lojë që për të nuk ishte vetëm strategji apo përplasje, por edhe karakter, kulturë dhe mënyrë të sjelluri. Edi u dallua si një djalë i shkathët, me edukat dhe me një qasje ndryshe ndaj lojës, shpeshherë duke zgjedhur fjalën dhe respektin, edhe në momentet më të vështira. Në momentin e largimit, skena ishte e ngarkuar me emocione. Para se të dilte nga shtëpia, Edi ju afrua Arditit, i dha dorën dhe i tha bravo, duke pranuar humbjen me qetësi dhe dinitet. Ishte një gjest që tregoi karakter, pavarësisht gjithë tensioneve dhe përplasjeve që kishin kaluar gjatë lojës. Por pas këtij gjesti, Edi nuk e fshehu as shgënjimin e tij. Me një ton të sinqert, ai la të kuptoi se ishte nxjerrë jashtë vetes gjatë lojës dhe se kishte përjetuar situata që nuk i kishte pritur. Fjalët e tij u ndjen fort në shtëpi. Ai u shpreh se Arditi kishte ditur ta provokonte, ta shtynte drejt kufive emocional dhe ta nxirrte nga vetvetja. Megjithatë, Edi nuk u largua duke bërtitur apo duke krijuar skena. Ai zgjodhi të largohej me qëndrim, duke thënë fjalët e tij dhe duke e lënë pas shtëpinë e Big Brotherit me kokën lart. Largimi i Edit shënoi fundin e një kapitulli të rëndësishëm në lojë. Për disa banor, ai ishte një konkurrent i fortë, për të tjerë një kundërshtar i vështirë, por për shumë shikues, Edi mbeti një figurë që solli kulturë, debat dhe emocione reale. Dalja e tij ndryshoi balancat brenda shtëpisë dhe la një boshllëk të dukshëm në dinamikën e lojës. Në fund, largimi i Edit nuk ishte thjesht eliminim, ishte një moment reflektimi për mënyrën se si loja ndikon tek njerëzit, si i nxjerr nga vetja dhe si i vendos përballë karakterit të tyre të vërtetë. Edi e la shtëpinë e Big Brother Kosova me përzierje emocionesh, shgënjim, dinitet, ironi dhe një mesazh të qartë se loja mund të mbarojë, por mënyra se si largohesh flet më shumë se çdo fitore.